Star News ju përshëndes, jemi së bashku si çdo ditë me mua e Sersula për të njohur parashikimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Europa qendrore, Gadishulli Peloponez dhe pjesa më e madhe e Ballkanit do të kenë mod të kthjellët, ndërkohë brigjet e detit të Zi priten me kthjellime dhe vranësira të pakta, ndërsa vendet nordike dhe rajoni Balltiku do të kenë vranësira me rreshtë shiu e dëbore për shkak të një qendre ciklonare në veri të kontinentit. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoalp, paraditja paraqitet me vranësira dhe mundësi për rreshje kryesisht në veri të vendit edhe në qendër të territorit shqiptar. Ndërsa në mbrëmje pritet përmirësimi i motit, temperaturat do të luhaten nga 2 deri në 18 gradë Celsius, era fryt me një shpejtësi 30 km/h, duke krijuar kështu dallgëzimi në brigjet e tare 1 deri në 2 ball. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket rajonet e Europës për ditën e nesërme. Ishujt Britani do të kenë vranësira të dendura me rreshje shiu dhe erë të fortë, ndërsa Gadishulli Skandinav, Apenin dhe zona e rajonit të Ballkanit, po ashtu Peloponezi dhe brigjet e Turqisë do të dominohen nga moti i kthjellët dhe shumë i ngrohtë. Jemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoalp, pritet alternime kthjellimesh dhe vranësirash në të gjithë vendin, më të dëndura këto në veri të territorit shqiptar, ndërsa pasditja vjen me kthjellime në pjesën më të madhe. Temperaturat do të luhaten nga 0 deri në 20 gradë Celsius, era fryt me një shpejtësi 28 km/h, duke krijuar kështu dallgëzimin në brigjet e tare të qetë. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoalp për vendin dhe rajonin. Ky ishte parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend Evropë. Falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.